Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit 7 dhe të emisionit Frontal. Shihemi bashkë edhe në këtë premte në një ditë me shumë zhvillime të natyrave të ndryshme, për të cilat kanë përgatitur kronika specifike gazetarët e diskuton. Dhe si në çdo Frontal tjetër, ne do t'ju informojmë për gjithçka që ka ndodhur sot, duke filluar nga një proces si rivarimit të 3 viktimave të luftës, pastaj për një seancë gjyqësore që është mbajtur dhe duke mbetur të drejtësia, do të flasim edhe për një konfirmim të një dënimi të mëhershëm nga shkolla më e lartë e gjykatës. Do t'i kemi në fokus edhe çështjet politike, me theks të veçantë atë të presidentit, zhvillimet e fundit rreth çështjes së presidentit, për çka do ta kemi edhe një intervistë në pjesën e dytë të emisionit Frontal, ku sot do t'jetë prezent nënkryetari dhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri. Dhe si rëndom para gjitha këtyresh, do të shkojmë me titujt kryesor të Frontalit për këtë martë. Keku ka njoftuar se një punëtor i tyre ka vdekur pas një incidenti në njërin nga termocentralet. Gjykata Supreme ka vërtetuar dënimin me burgim të përjeshëm ndaj Dardan Krivaçës për vrasjen e Marigona Osmanit. Seancë me zhvillime dramatike për vrasjen e policisë Trion Friza, ish kolegu i viktimës dëshmon thotë se e lypi kokën e Enver Sikiraqës. Akoma s'ka marrëveshje për presidentin, edhe nisma e lakmon pak këtë pozitë, kurse sonte Kurti pritet t'i takojë Abdigjikun Hamza. Frontalin sot se filloi me një ceremoni që është mbajtur në Klim për rivarrosjen e 3 viktimave të luftës së fundit, që ishin viktima të një krimi makabër të Serbisë, masakrës së Kralanit në vitin 99. Para rivarrosjes së tyre pati hamazh dhe u mbajt edhe një akademi përkujtimore. As policia, as qytetarët e as familjarët nuk mungojnë në nderimin e 3 martirëve pranë arkivojve të tyre. Trupat e Masardushit, Fadil Edezajt e Badi Gashit, pas 27 viteve u identifikuan pasi u gjetën në varrezat masive në Bishtazhen, të cilët u vranë mizoresh nga forcat serbe në masakrën e Kralanit në mars të 1999. Një ditë pas identifikimit të tyre përmes analizës shkencore të ADN-s, u mbajtën homazhet dhe akademia përkujtimore nën patronazhin e komunës së Klinës. Dërimet u bën duke intonuar edhe himnin kombëtar e atë shtetror. E pranishme në këtë akademi ishte edhe deputetja e DDK-s Hykmete Bajrami. Me gjatë në sy, ajo kujtoi mikun e saj Badi Gashin. Kur zgjova në mëngjes mendova një gjë. Me Badi Gashin kam qenë studime gjatë viteve të 90-ta. Merreni me mend që 27 vite presin për zbardhjen e fatit të me të dashurve të tyre. Kërkoj falje shumë për emocionin. Kurse kryetari i komunës së Klinës Zenon Edezaj vuri në thel pasojat nga masakrat e kryera në Kosovë. Masakra e Kralanit, e Poterçit, Pastaselit, Izbisës dhe shumë të tjera anë kënd Kosovës mbeten plagë të hapura në ndërgjegjen tonë kombëtare. Ato janë dëshmi e krimeve njerëzore të kryera nga barbarët serb ndaj popullit tonë, përpjekje për të zhdukur jo vetëm një jetë njerëzish, por edhe gjurmët e së vërtetës. Në anën tjetër nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, thanë se vazhdimisht po përpiqen në gjetjen e fatit të zhdukurve. Është një moment i rëndë, por edhe i domosdoshme për të vërtetën dhe dinjitetin. Sakrifica e tyre është pjesë e historisë sonë dhe themel i lirisë që sot e gëzojmë. Nën përcjelljen e vazhdueshme të forcës së sigurisë së Kosovës, trupat e tyre u nisën drejt varrezave të dëshmorëve në fshatin Zajm. Aty ku në mesin e shumë qytetarëve do të bëhej edhe rivarrimi. Flamuri Kuqeze, i vendosur mbi arkivore, i u dha familjarëve nga ushtarët e FSK-s. Në të Republikës së Kosovës, ju falenderojmë për kontributin e familjarit. Të ruani me nder dhe krenari.
Me këtë rast, pas 27 viteve, në mënyrë të denjë e me nderime ushtarake, u bë edhe rivarrimi i martirëve, Masardushi, Fadil Elezajt dhe Bali Gashit. Një ngjarje e dhimbshme ndodhi edhe në korporatën energjetike të Kosovës. KEK ka njoftuar se në termocentralin Kosova B ka ndodhur një incident që ka rezultuar me fatalitet. Pas përplasjes nga kamioni, aty ka humbur jetën një punëtor. Kamioni i kompanisë nënkontraktuar u bë shkaktari i vdekjes së tij. Të premten 55 vjeçari Migjen Sadiku humbi jetën pasi u përfshi në një incident pikërisht në vendin e tij të punës. Brenda ambienteve të termocentralit Kosova B në Obiliq, ai u shkel për vdekje nga vozitësi i cili po e kthente automjetin prapa. Si pasojë e kësaj, ai ka psuar lëndime të rënda trupore dhe pavarësisht ndihmës së menjëhershme mjekësore nuk arriti të shpëtojë. E këtë lajm e bën të ditur vetë Korporata Energjetike e Kosovës. Në vendngjarje me njerë kanë dalur zyrtarët e KEK-ut, Policia Kosovës dhe ekipet mjekësore, të cilët kanë konfirmuar se viktima ka ndërruar jetë. Autoritetet përkatëse janë duke trajtuar rastin e përputhje me procedurat ligjore. Të rënditur mbeten edhe nga sindikata e re e KEK-ut, që shpresojnë se rastet e tilla nuk do i përsëriten më. Kolega jon ka qenë punëtor i sigurisë fizike, këtu në pranë termocentralit Kosova B. Ne si sindikat shprehim ngushëllime familjes të ndjerit, gjithë kolegëve dhe gjithë atyre që kanë njohur të ndjerin. Ne lutemi që këto incidente të mos ndodhin, mirë po ja që ka ndodhur, ne jemi të shqetësuar, sinqerisht ju them, sepse kemi humbur një koleg, kemi humbur një bashkëpunëtor tonin. Deri më tani nuk ka informata lidhur me procedurat ligjore që do i nënshtrohet vozitësi i kamionit. Vijojmë frontalin me një rast gjithashtu të rënd, por që vjen nga drejtësia, rastin e vrasjes së Marigona Osmanit, për shka Dardan Grivaqa sot ka marrë edhe vlerësimin përfundimtar nga Gjykata Supreme, që ja konfirmon dënimin e tij më burg të përjetshëm. Dardan Grivaqa është bërë njeriu i parë i dënuar me burgim të përjetshëm në historinë e re të Kosovës, të konfirmuar përfundimisht nga të gjitha shkallët e gjykatave në vend. Të premten, një kolegj gjyqësor i Gjykatës Supreme e ka vërtetuar dënimin me burgim të përjetshëm ndaj Grivaqës, të shpallur fajtor për vrasjen makabre të 18 vjeçares Marigona Osmani. Kolegji është përbërë nga gjyqtarët Afrem Shala, Valdete Daka dhe Burim Ademi. Me verdiktin e publikuar, kolegji gjyqësor ka vlerësuar se dënimi me burgim të përjetshëm është në përputhje me ligjin dhe me rrethanat e çështjes. Kolegji gjyqësor vlerëson se gjykatat me të ulta kanë analizuar në mënyrë të detajuar të gjitha provat administruara gjatë shërtimit gjyqësor, përfshirë dëshmitë, raportet e ekspertizave dhe provat materiale, duke përfshirë edhe videoincizimet administruara nga banesa ku kanë qëndruar i akuzuari dhe viktima. Nga këto prova është konstatuar se viktima M.U. ka qenë në gjendje të rënduar fizike gjatë periudhës kritike dhe se lëndimet e saj janë shkaktuar si rezultat i veprimeve të dhënshme të akuzuarit. I njëjti kolegj i Gjykatës Supreme ka vlerësuar raportin e autopsisë dhe deklarimet e ekspertëve mjekoligjor. Kolegji gjyqësor i Gjykatës Supreme ka vlerësuar raportin e autopsisë dhe deklarimet e ekspertëve mjekoligjor, sipas të cilëve vdekja viktimës ka ardhur si pasojë e lëndimeve të shumëfishta trupore, të shkaktuara nga goditja me mjet të fortë. Ndaj është konstatuar se viktima ka përjetuar dhimbje të rënda fizike gjatë kohës kur janë shkaktuar lëndimet, gjë që mbështet kualifikimin juridik të veprës si vrasje e kryer në mënyrë mizore. Me vendimin janë të kënaqur pjesërisht familja e të ndjerës Marigona Osmani. Avokati mbrojtës i tyre thotë se edhe i akuzuari i dytë Arber Sejdiu e meritonte dënimin e njëjtë. Normalisht që familja nuk janë shumë të kënaqur me vendimin, atë që e kanë potencuar nga fillimi, për shkak se edhe personi i akuzuari i dytë, tashmë i dënuari, ka marrë një burgim që ata e quajnë qesharak, vetëm 15 vite, duke i parë videogjerimet, duke e bërë gjitha veprat që i kanë involvuar të akuzuarin e dytë në vepër. Grivaqa e vrau 18 vjeçaren Marigona Osmanin më 22 gusht të vitit 2021 në banesën e tij në qytetin e Ferizajt. Në gjykatën themelore të Prishtinës është mbajtur edhe sot seanca në procesin gjyqësor për vrasjen e ish-policit Triumf Friza ndaj Ilir Erahim Abdullahut, ku në këtë rast ka dëshmuar Besnik Hasani,
ish kolegi i viktimes në këtë seancë pati disa zhvillime dramatike. Dy ish kolegët e Triumfrizës u ballafaquan për herë të parë në gjykatë me dy prej atyre që akuzohen për vrasjen e policit. I pari ndërta që dëshmoi në gjykatë këtë premte kundër Ilir Errahim Abdullahut ishte ish pjesëtar i njësisë speciale FIT. Besnik Hasani në fjalët e para para trupit gjykues foli për raportin që ka pasur me Triumfrizën. Triumfin ku pas kolegë mirë, edhe kolegë edhe shok. Jam kon shumë i afërt me ta. Më njoh shumë mirë. Më kujtohet dita kur më kujtohet para vrasjes krejt që ka pas lidhje me bandat kriminale të Universi Kiraqës i di me detaje. Ky epitet i fundit nuk i pëlqeu avokatit të Ilir Abdullahut, i cili kërkoi ndërhyrje nga kryetari i trupit gjykues. Me bandat kriminale të Universi Kiraqës. Unë ministër se një tham, as polic, as gjistar, as kur gjo, për mua. Po në rregull, po veç du me folë ata çka e di dhe çka. Ish polici speciale quajti Ilir Abdullahun si krah të djathtë të Universi Kiraqës, që kishte detyra të veçanta për vrasjen e kolegut të tij. Këto dy e kanë bërë për qëllin e Triumfit. Triumfi ka pas probleme para vrasjes me këta, zbashku me kriminalin e Universi Kiraqës. Po, vëllai mos më lut agjistar se s'ka shumë më lut kësaj kriminale me letra. Unë s'li tham ndryshe. Po dëshmi janë të dëshmi që shenjone, apo vetë shenja si polic. Së bashku si dëshmitar. Po. Fakti që Triumfriza u vroi në mesditë, ish kolegu i tij thotë se ka qenë një mesazh për ta. 30 gusht. Mesditë. Kjo kono një mesazh për mi kallëzu të tjerëve, policëve, që kush do që mirët me neve, kam një ndosë se këta kanë mujtë me bolla natën atakt, por në pik ditës e kanë bë vrasjen, për mi frigu policë të tjerët kush do që mirët me bondat e Universi Kiraqës. Ish polici Kosovës thotë se të akuzuarit për vrasjen e Triumfrizës i kanë njohur edhe para rastit tragjik. Universi Kiraqën e kum po kështu që shukon e kum po live, kena arrestu një për dhënim. Besnik Hasani tregoi se pse e vuan dënimin që 19 vite në burg. Unë jam i dënuar për që kom shtini bume me kolegët e me në lokalin e Universi Kiraqës. Kena shkuna, qata, kena bo një akt, s'po tham që kena bot mirë, arsyeja pse kena shkuna u thonë për hakmarrje zotni gjyqtar. Në këtë moment, prapa shpinës i përshpëriti akuzuari Errahim Abdullahu e ky veprim nxiti reagimin e dëshmitarit. Mos fol. Të rekja vrejtën këti këtë volin. Qështu? Jo, më mështëm t'i vlat dhe veshë si ti. Pas avokatit, fjala ju dha dhe të akuzuarit Ilir Abdullahut. Ilir Abdullahu i njohur me Nufkën Lizo arrestuar me 16 korrik të 2023-s, pasi për 16 vite kërkoi se i dyshuar për vrasjen e Triumfrizës. Zhvillime nga drejtësia pati edhe në dhomat e specializuara të Hagës, ku ka nisur procesi i 2 gjyqësor ndaj ish presidentit e Kosovës, Hashim Thaçi, për ndërhyrje në drejtësi. Në gjykatorë, Thaçi është deklaruar i pafajshëm për akt akuzën e dytë që është ngritur nga Haga për ndërhyrje në drejtësi. Plotësisht i pafajshëm, ka thënë ai, i pyetur nga gjyqtari. Edhe të tjerët të akuzuar për këtë rast, Bashkim Smakaj, Fadil Fazleu, Isni Kilaj dhe Hayreddin Kuçi, janë deklaruar të pafajshëm lidhur me akuzat me të cilat ngarkohen. Me 29 nëntor 2024, gjykatësia procedurës paraprake të dhomave të specializuara atje konfirmoi akt akuzën ndaj Thaçit, Smakajt, Fazleut, Kilajt e Kuçit dhe më pas lëshoi 4 flet arrestime dhe 1 flet thirrje. Në akt akuzë të akuzuarit akuzohen për vepra penale që lidhen me pretendime për përpjekjet e palishme për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve në gjykimin e krimeve të luftës, tek rasti i Thaçit dhe të tjerëve. Kalojmë tani në të zhvillimet politike e që në fokus ishin ato më çështjen e presidentit. Në këto ditë kur plot emra po përfliten për president, një parti, Nisma Socialdemokrata, ka shprehur dëshirë që këtë post ta ketë lideri i tyre Fatmir Limaj. Në anën tjetër, ministra e drejtësisë Donika Gërvalla
nuk ka pranuar të jap një përgjigje nëse e përkra edhe për një mandat ish kryetaren në partisë së Kuzov, pra ish kryetaren e saj, Vjosa Osmani. A keni taku me presidentën? Po. Takimet e presidentes po vazhdojnë edhe me deputetët që vinë nga komunitetet Pakic. Por shefja shtetit Vjosa Osmani nuk po e gjen mbështetjen edhe tek ish bashkëpartiakja e saj, Donika Gërvalla. A ki qëndrim për postën e presidentes? Jam duke shkuar në zyrë, faleminderit shumë. Vjosa Osmani edhe për një mandat. A i një provozoni Osmani edhe për një mandat? Madje edhe vetëvendosja po thotë se nuk ka emër për president, duke aluduar se nuk e kandidojnë aktualen. E përveç Osmanit dhe profesorit Arsim Bajramit që u vetë ofrua një ditë më parë, të premten erdhi edhe një propozim i ri nga nisma social-demokrate. Fatmir Lima i personi më adekuat për president të Kosovës. Figura ati lidhet si me periudhën e luftës, ashtu edhe me fazën e ndërtimit dhe konsolidimit institucional të Kosovës, duke qenë pjesë aktive të gjitha zhvillimeve politike në Kosovë. Andaj ftoi pozitë dhe opozitë që të zgjedhin për president të Kosovës njeriun unifikues, i dëshmuar në çdo etapë të zhvillimeve politike në Kosovë. Nuk dihet nëse këta tre emra do përmenden, por sipas burimeve të shtatë, Kurti do takohet gjatë mbrëmjes me Abdigjikun e Hamzën pikërisht për këtë temë. E në rast se tre liderët nuk gjejnë konsenzus në këto 4 ditë të mbetura, sipas KDI-s ekziston një rrugë për shmangjen e zgjedhjeve. Gjykata e ka sqaruar që mund të ketë pauza ose ndërprerje të votimit mes raundave. Dhe kjo bëhet zakonisht me kërkesë të kryetarit të Kuvendit ose me kërkesë të deputetëve. Dhe ne nuk është e ndalueshme dhe nuk është e kundërlidhshme as jo kushtetuese fakti nëse do të kemi ndërprerje të procedurave mes 3 votimeve. Dhe kjo mund të ndodhë sepse deputetët mund të lëvizin dhe mund të bie kurumi i mjaftueshëm dhe mund mos ketë kurum mes 3 votimeve të zakonshme. Deri më tani subjektet politike nuk kanë treguar se kur do thirret seanca për votimin e presidentit apo presidentes. Takimet për çështjen e presidentit duket se i ka rezervuar për orë të vona, kurse sot gjatë ditës, kryeministri i vendit Albin Kurti ka pritur në një takim kryetaren e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Justina Shiroka Pulen, siç njofton zyra e kryeministrit. Kryetarea e Ashakut e njoftoi kryeministrin për punën, planet dhe prioritetet e institucionit që drejton, si dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunimin e Ashakut me institucionet shtetërore për nevojat dhe interesat e vendit, përmes ekspertizës që ofron akademia. ZKM tha se Shiroka Pula e uroi Kurtin për mandatin e ri dhe po ashtu Kurti e uroi atë për detyren e saj të re. A i theksoi prioritetet e qeverisë, ndërtu arsimin e drejtësinë, si dhe rëndësinë e tyre për një havë të ri të zhvillimit të vendit, por edhe rolin që bashkëpunimi me Ashakun mund të luajë në këtë drejtim. Diskutuan për zhvillimet, progresin dhe sfidat në vend dhe u pajtuan të mbajnë komunikim të rregullt për thëllimin e bashkëpunimit, thuhet në njoftim. Themi me pjesën e dytë të frontalit, është kënaqësi që tashmë në studio e kam në ngretarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e gjithashtu deputetin Lutfi Hazirin. Mirë se vjen zoti Haziri. Mirë se gjeta Shkodran, faleminderit. Sa herë që shohim studio edhe në ekran, fjalia e parë që na bie ndërmend, që është goxha ikonike në skenën politike, është kryeministri ka lënë ka zyrat e LDK-s. A vlen kjo edhe për presidentin kësaj radhe? Unë besoj shumë që po. Nuk ka ndodhur asnjëherë mos zgjedhë ndonjë president, edhe marrëveshje politike pa pjesëmarrjen ose pa shkaktuar DK-ja procesin. Edhe vitin e kaluar më pas se sa është jetike, vetëm le ta themi edhe kësaj here mungesa pragmatizmit DDK-s në 2025 pas zgjedhjeve të shkurtit çojnë zgjedhje në 28 dhjetor. Edhe tash ky proces do doja shumë, ashtu si që diskutu, me mri një konsenzus më të gjonë për president, por unë besoj që ka me përfundu me bashkëpunim në mes partive politike, qoftë LDK, LVV, qoftë LVV, PDK ose me një parti tjetër,
por këto dy parime në këtë proces janë arrit edhe tash duhet me vazhdu. A janë sinjalet kësaj takime që Zdikurti i pati në fund të javës kaluar, në fillim të kësaj jave me liderët opozitar, fillimisht me Hamzën, pastaj me Abdi Gjikun? Zoti Kurti nuk është njohur për lider që thret në konsenzus edhe në bashkëpunim. Kjo është risia më e madhe. Kjo është dy takimet me dy liderët e çojnë këtë proces dhe kjo është ajo që është ndryshimi më i madh. Tani zoti Abdi Gjiku, kryetari i LDK-s, ka taku gjithë liderët e partive politike me të drejtën dhe është mundu me dhënë rolin e LDK-s dhe racionalitetin politik, me ofru bashkëpunimin politik, në që me të kalu këtë situatë. Tani jena një situatë kur janë të largu për tavolinës emnat që janë debatu, janë analizu deri sot. Dë ndalimi me emrat, po më interesan, a ka pas Kurti ndonjë kërkesë specifike në takimin që e pati me Abdi Gjikun? Jo specifikisht, është bisedu për proces. Ndërtimin e procesit për zgjedhjen e presidentit. Edhe kjo është në parimin e aktit krym, sepse zoti Kurti ka implementuar rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit për kuvend, është bërë konstituimi i kuvendit, është bërë zgjedhja e qeverisë, sipas rezultatit zgjedhor, e ka lexu. Për cilat s'ka pas nevojë për mbështetje, për kompromise. Po 13 muaj krizë politike, për herë të parë në Republikën e Kosovës nuk kanë zbatuar zgjedhjet. Po. Edhe nuk mundet me kalu pa përgjegjësi. Dhe kjo situatë, po u kalu tani në hapin e buxhetin, ka thonë. Dohet kuvendi me konstitut, qeveria me ndërtu, buxheti dohet me ndërtu. Mandej është prioriteti i 4 është presidenta. Ta shemi të hapi 4, le themi, takimi ka sjellë këtë parimin e procesit, që po punojmë për një emër konsensual, sa ma konsensual e mundshëm, nëse jo bashkëpunimin mes dy partnerëve mund sjellë deri te emri i presidentit. Kjo është ajo që ka ndodhur. Por në Kosovë s'ka po ndodhur, në Kosovë flitet një herë emri, më ne do të ndërtu procesi. Çka bëhet? Ka bëmë që 10 vjet ka ndodhur kjo punë. Ka bëmë. Nuk i subordinohet një shtet, 2 milion banor, edhe një republike tonë, me këtë lavdi që i kemi, si shqiptar, si kom, subordinohet e emnat. Jo po del filoni, jo filanit, do të mja bo këtë. Nuk funksionon një shtet normal. Na kena demokraci parlamentare. Nuk na kanë shpik, as se kemi gjetë në rrugë, kemi fitu. Kemi fitu, me sakrificë, me luft, me rezistencë. Kër e fiton edhe vendos vetë. Modelin e demokracisë parlamentare kemi gjetë vetë, ta kanë imponu kërkush. Po të tash do të me respektu. Tash do të me respektu, do të me rujtë, është shajt. Nëse si pëlqen dikuna, le ta ndryshon kushtetutën. Esakt. Po, a keni pas ju një emër si LDK, apo edhe si opozit, me që nëse thatë që Abdi Gjiku ka pas takime, të cilin keni mund, apo do t'ja propozoni Kurtit? Jo. Sepse, këtu po do të dalim edhe të një deklarat të kolegu tuaj, Erman Sadiku, duket edhe në Rubicon, gjatë natës së bremshme, ku tha që LDK ka emra për president konsensual. A ishte kështu një rëshitje në deklarim, apo keni diskutu të pakten edhe brenda organot të LDK-s ndonjë emër që do të mund të ishte i përshtatshëm? Me diskutu... E thash që disa emra po përjashtohen tashme, qoftë nga vetë ata, qoftë nga të tjerët. Dhe emrat që në laku, po përveç Muratin që do të me vlerësu. Murati Ashari, kjo është tregu që kjo familje nuk ka ideale, i run idealet. Idealet janë më të shajta se posti i presidentit edhe se proceset tjera politike. Edhe në këtë rast, në rastin e Besartës për deputet, në listë partisë politike. Se ka pas do më thonë diskutime konkrete të vendosjes me Besartë e Ashari? Për listë, për deputet më herët kanë qenë, natyrisht, po, edhe në atë kohë është deklaru, është tonë që na erujmë nderin edhe respektin për familjen mbi çdo parti politike, edhe tani për president. Kjo është që do të mu vlerësu. Por krejtë është aja që thash, po humbet kohë, po debatohet një javë dhe ditë, një mujë, disa mujë është diskutu emri i Jasharve edhe emra tjerë që dalin tash, kemi edhe vetë kandidime, si që ndodhi me rastin e profesorin nderuar Marsim Bajrami, ka
Ka lënë hapësirë, u lënë hapësirë. Kjo është, nuk o ndërtu proces. U lënë hapësirë mu spekulu për emna. Edhe është keq, do të më ndërtu procesi, mandej... A ka diçka të vërtet deklarata e Sadikut? Kjo thjesht, te deklarata e Ermali unë besoj edhe besoj shumë, që ka thonë nëse në një marrëveshje LDK-LVV vjen kërkesa edhe mundësia LDK me thonë a kena emna, natyrisht që kena emna. Të fillu për Lumir Abdigjikut edhe poshtë. Dhe më thonë, emri i Lumir Abdigjikut mund t'jetë një emër në rast edhe kur flasim për marrëveshje politike. Na nuk kemi folë për emrin, në thash si pas detyrës. E qartë. Si pas detyrës, si pas sjelljes tonë, kulturës tonë politike, na fillojmë të diskutojmë në nivelin më të lartë, mandej me dhënë venit si pas frymës kushtetuese, kriterjeve kushtetuese. Kur flitet për marrëveshje politike, a nënkuptohet marrëveshje vetëm për emrin e presidentit, apo nënkuptohet në këtë rast futja e LDK-s në qeveri? Për këtë fazë vetëm emri i presidentit. Domethënë mund të ketë një marrëveshje ku vetëvendosja ja ofron LDK-s vetëm postin e presidentit, edhe mund të votohet emri i presidentit. Kjo është çështje që po flitet vetëm për president. Ka pas mundësi edhe e pritshme e pritshme ka qenë që çështja e presidentit më diskutu kur është ndërtuar qeveria. Pse nuk u bë? Nuk u bë sepse zoti Kurti si fitues i zgjedhjeve, si partia e parë ka vendosur me shkua pas hapin, nuk ka leju me bo gjitha veprimet bashk në dialog politik me partit tjera. Sepse ka mund me thirë partit politike, me bisedu me thonë, kemi me konstituu kuvendin që të parime, si pas regulorës kushtetutës, frimës kushtetuse. Qeveria si pas në kritereve, presidentja si pas qësaj. A i në të gatshëm me bisedu, me bashkëpunu edhe me ndërtu proces bashk. Mund të akojnë me udheq, me hap dialog, me hap mundësi. Por nuk e ka boj, ka kry kreta institucionet në implementim të rezultateve zgjedhore, se nuk ja kemi përmen asë një që tash që ka ndodhë vitin e kalum, nuk është që do të më frigu, edhe do të më frigu për rezultatet 28 dhjetorit. Nuk o dalë rezultate i mirë për ne, jënë detekcia të kalu që subjekt politik, po Republika Kosovës ka me jetu për te këti procesi. Edhe për hirë të Republikës, edhe të venet, edhe të atë dheut, ne do të më mësu me ndërtu procese. Edhe kur dalim mirë me rezultat, edhe kur nuk dalim mirë me rezultat. Tani, kur dalim mirë me rezultat, nuk do është më cilë arrogant. Sakt. Edhe nuk do është me tregua papjekuri politike, preashtim politik, edhe refuzim politik, këta që ka ndodhë me këtë proces. Kjo është mësim i nxjerrur nga viti 2025, leximin më të mirë të të mësimit ja ka bërë kryetari i vetëvendosjes. Nëse e mon fjalën. S'pakun hapën e katërt. Në një farë mënyrë trapat e parë, LDK-ja edhe partitë e tjera janë sjell institucionalist tipik. Kanë votu, drejtën e fituar e kanë respektu, s'kan kërkuar asgjë, edhe kemi ardhur te hapi 4. Te hapi 4 tash jemi në proces, ne jemi në proces, ne do të më pyet, ne do të më dëgju, do të më vlerësu, edhe do të më marrë edhe propozimi jonë. Në një farë mënyre, Kurti u komplimentu mbrëm, bilen duket ishte Jona Lushaku, për këtë qasjen e re më konstruktive që po e tregon, tash mbetet me po apo i ren në linë kësaj qasjet të re, gjë që shihet besoj shumë shpejt, po apo vreni ju vullnet të Kurti për një marrëveshje politike, sidomos pas takimit që kishte me Abdigjikun. Apo është herët të flasim? Jo, marrëveshje për president është domosdoshme me pas. Sepse përveç, nëse prap nuk ka marrëveshje, zgjedhjet janë opcioni vetëm, edhe zgjedhjet definitivisht nuk është për më frigu. Është keq për qytetarëve të Republikës, mi nxjerr për herë të pestë. Për herë të pestë, për 3-14 muaj mi nxjerr në zgjedhje, është e pa drejt për ta mi harxhu edhe 8 milion euro proces zgjedhor, se 8 milion euro na kushton vendi i kryetarit kuvendit tash. Na ka kushtu ekstra 8 milion. Vendi presidentit me shkon 16 milion, se do të më përsërit. Po zoti Kurti bashkëpunon vetëm aty ku ka, provon me bashkëpunu vetëm aty ku ka nevojë edhe arsye, e kjo është çështja e presidentit. Aty ku s'ka pas nevojë në qeveri, edhe në kuvend s'ka bashkëpunu mas kënd. Ka zhvillu procedura kushtetuese. Pik. As se ka thirr, as se ka vet, as për orar se ka vet në sa ora më avlon.
Pse? Tani jena në hapin e 4 këtu ka nevoj, këtu është të tregu bashkëpunus. Po, për atë sa zgjatë. Për atë sa zgjatë. Po, pse u haqë pri tavolinës, sepse e thamë, jasharet u larguan vetë, si emër i propozuar për duket një anshëm nga vetëvendosjen, base jo i propozuar, po i përfullur, sepse ishte konjusat një të ndi që e përmendi, një të ndi doli me rangje Murat Jashari. Po pse u haqë emri i Vjosa Osmanit? A nuk do të mund të ishte Vjosa Osmani një kandidatur që në të kaluarën i ka marrë votat e LDK-s, pse nuk do të mund të i merë të sërish votat e LDK-s? Nuk ka të bëj me LDK-n, ka të bëj pse për Vjosa Osmani nuk ndërtu proces. Proces do duhet me ndërtu lëvizjave të vendosje si parti sponzore në zgjedhjet e kalume. E emrit saj. Po, e ka ju nga ka fitu vetë. 2021 ka qenë nga numër 2. Numër 1 ka qenë i zbrast mësa rëni. Po, për shkak të pamëndësisë kurtit. Po, ka mund me qitë numër 2, ka mund me qitë numër 1, po se ka nuk toleran. Albini nuk falë. Nuk falë as pozita, as numra, as rangema, strukturim, si a falë. Se ka falë kërkojna. Tani, s'ka ndërtu proces, kjo është pyetja. Në 1, në 2, për tash, nuk patë parimesh marrëveshje parazgjedhore për Vjosën, nëse kanë vëjtë me bo marrëveshje parazgjedhore për Mitrovic, kanë vëjtë me bo marrëveshje parazgjedhore për qeveri, kanë do pozitat e veta, kanë do krejta interesat e veta, s'pas ka pas mundësi parimisht me bisedu kur vinte prezidentja që e kemë një emën që nuk diskutohet. A i bje që përfundimisht zoti Kurti e ka heq prej garës Vjosa Osmanin? Jo, se e në zyrë është procesi si t'il nuk është shkaktu ende, dhe çështje e bisedime politike. Për këto rrethona, të reqja e Murat Jasharit për shembull se emën konsensual, i pranushim përgjithë, se ka qenë, me bani dikrecion vogël, ka qenë e të meshme me tillë gazetari me vetë, a e mbështet Murat Jasharin për president. Erdhëm në atë pikë që, sepse gazetari tjetër thë ka mbështet Bekim Jasharin. Po që nuk o deke kush, edhe mendoj që ka qenë e pashar që kush. Gjithmo ka qenë Murati kandidat. Kë familje. Edhe Bekimi nuk është që s'ka shprej pa kandisje. Prej 2010-ës, sa unë e kujtoj, kur është folë si mundësi, Murati ka qenë emni i vetëm i përmendëm për pozit presidentit. Nëse vije nga familja e Jashari. Natyrisht ju në rritë burra e gra, shqyqër zotit, po u dhani shpres që ka idealista enda dhe i rezistojnë që stash ofertave edhe posteve publike. Erun vlera. Te kjo, te Vjosa është në zyre, gjithmonë e ka synu mandatin e dytë. Po, a ka shprej qarta. Kur është folë. Ne na pëtëshin Vjosa po këthejnë në DK, unë e kam thonë gjithmonë, pëse do të më këthejnë në DK, kur është presidente, që ka me të bojnë në DK e ma shumë se president, që ne ja kemi dhonë vota të tjere në kalu, edhe mandatit tjetën e ka për para. Ta shëngarën për president, është çështje e bisedave mes Partisë Parë 2-3 edhe tjereve për procesin e presidentit. Janë 5 ditë, vetëm 5 ditë i kemi për para. Po, data 4 mars, edhe pse realisht do duhet ishte data 5 mars, për shkak se 30 ditë janë dallim me 4 prilin. Ka qëllu, ka... Po, I ka rastisht këtë vetë zgjeda e prezidentit në dita e fundit që mundet me ushtu detyrën presidenti është 4 marsi. Mandej në ka zbrasira kushtetuse, hën kryetarja Kuvendit në ushtrimin në detyra replikohet rasti Jakub Krasniqit. Në kohën kur Fatmir Sediu pa dhënë dorëheqje me kërkesë dhe për shkak të zgjedhjes ai vendosi me kandidu për kryetar të LDK-s edhe pa dhënë dorëheqje prej zyrës presidentit. Jakub Krasniqi e ka ushtru për një kohë detyrën... Për disa javë. Po, për disa kohë, po. Po, besa dhe muaj më duke të po dhe këtë rast, ushtrimi detyrës së presidentit është rregullume, përshkrimi detyrave, gjithë shka është rregullume. Po dhe s'mund të ketë bëshlek institucional. S'ka bëshlek, po ka qef më ushtru për dhe kësajna. Realisht, ushtrimi detyrës quhet, kryetari Kuvendit e man detyrën e partë, vetëm e ka ato që është i zgjedhur është kryetari Kuvendit. Edhe mbulon për formë zyrën e presidentës. Ta të na qonë shkojnë zyrë rrinë. Shkojnë zyrët presidentë rrinë 24 orë, bojnë dekrete, dajnë medalje, dajnë dekorata. E morën seriozisht kështu tamam. Jo, e morën një farë oportunitetin, një farë mundësie, që të ditë sa jo mone,
Të krymë do sanë. Të emnojmë do gjyqtar, të emnojmë do prokuror, do notera, do drejta kushtet, do ambasadora kanë më ndrru, nuk ka kuptim. Do duhet me kuptu që ushtrimi i detyrës është mes me lanë vend, nuk qëtë vendi i zbrazën, nëse Republika në kërcënohet merë kompetencat komandantit suprem, që ajo është arsye që quhet, po në kushte normale për procedur, do duhet me respektu këtë vend, me dash ma shumë. Duke shpresuar që do të mbesim kushte normale, dhe një prej emra mund tjetë në fund, në momentet fundit, emri i Vjosa Osmanit, a do ta mbështes të sërish LDK-ja, dhe a ka, le të themi, kështu një zëri mbështetje në një rast të tillë për Vjosa Osmanin në LDK. A do të votoj LDK njësoj, po flas për 15 deputetët e saj? Nuk kemi përgjigje për këtë situatë, sepse munges kemi marrëveshje, ne s'kemi marrëveshje, pa marrëveshje nuk e votojmë kërkon. Pa mund tjetë pjesë e marrëveshjes edhe një emër tjetër përveç dikujt për LDK-s? Tani me që u ha procesi, nuk po du me lëndu procesin. Procesin e bashkëpunimit e kom fjale. Abdëgjiku Kurti është ha procesi, edhe në anën tjetër me partit tjera, po nuk du me lëndu procesin, du me i besu procesit. Dhe përfaqësuesi i vetëm këto bisedime Olomir Abdëgjiku, i cili i ka autorizimet e plota, e ka detyrë fundi jashtë, sa shty zgjedhën, e ka detyrë me përfaqësu LDK-n edhe me maksimalizu interesin e LDK-s. Me maksimalizu, nuk kupton me bo marrëveshje në të mirë të LDK-s. Si është tjetë, Vjosa Osmani po e krye një mandat plot, ju e keni pas bashkëpunduar për një kohë të gjatë, e keni pa edhe performancën e saj si presidente, cili është vlerësimi juaj për të? Unë e rruj vlerësim për njerëz. E di, e kom qartë, po me gjithat ka pas kritikë opozitare, jo do më zëshmërish për LDK-s, po si do mos nga parti tjera, po edhe përfaqësues të ndryshëm të jetës publike, që në një farë mënyrë ka qenë, dikush i ka thonë edhe notere Albin Kurtit, dikush i ka thonë që ka qenë e paguximshme, jenë marrë edhe momentet e saj, për shembull kjo vetëm 2 ligje ka kthy Kurtit mrapsht, nuk ka pasur kështu qëndrime për shumë çështje. Në pikëveshtrimin tuaj, si ka qenë Vjosa Osmani 5 vite si presidente e Kosovës? Vlerin ta them mas 4 marsit. Me dhomë vlerësimin, sepse në erujë respektin edhe vlerësimin për njerës, po situata tila, kërë jemi pak dit para nominimeve finale, le themi, s'po dhemë zgjedhje, se unë besoj që ka me pas marrëveshje dhe ka me pas zgjedhje, më rëjtë vlerësimin. Unë në dy momente që besoj Vjosa Osmani ka mund dhe është dash me ballafaqu dhe me dalë mbi palet është momenti KQZ-s, mos lejimi ndryshimit kryetarës KQZ-s. Ki fjallën shkarkimin e Valete Dakës. Valete Dakën, edhe prokurori i shtetit është dash me mbyll. Sepse pasiguria juridike është problemi më i madh, që mundet me shkaktu me një vend. Pasigurinë juridike shkakton mungesa e prokurorit të shtetit. Saksisht. A e mbron Republikën, a e mbron mu, ty, si cilën a mbron pej atyre që na dëmtojnë, ose mujnë me na dëmtu, mujnë me të lëndu, sepse randi, sundimi i ligjit, rani, rregulli, ndërtohet, nuk është polici ai që na kena perceptimin polici në arun. Polici në arun, sa e 24 orë në uniformë me armë, ka detyrë edhe me jetë me trujt. Po prokurori i shtetit është ai që është mrena, e ka kushtetutën, ligjet edhe ai të runë. Nuk lënë vetë prek as polici, që ka kontrollin edhe mbi armët, edhe mbi ushtarin, edhe mbi policin, prokurori ka autorizimet. Nuk e lënë as politikanët e këqij me dëmtu, nuk e lënë as ministrin e keq me vjedh, nuk e lënë as deputetin e pandërgjeshëm mos sjell keq. Që prokuroria dhe prokurori e ka këtë rol, që na nuk e kemi vlerësuar asnjëherë. Këto 2 raste, unë e kam nevojë me përmend. Tani vlerësime epizodike nuk bëj. Nuk kam bjatuar që ja gjej 3-4 momente dofta. Edhe ja përmend. Edhe ja përmend, ose në anën tjetër që po du më konë korrekt, jemi para një procesi që mos me lëndu procesin e bashkëpunimit, sepse të në ngjyroset, personalizohet, që kjo është e keqe. Po, unë e di që ju jeni shumë i matur në deklarime, kështu jo vetëm në për intervista, po më përgjithësi një jetë publike, dhe vlerësoj këtë, po edhe... Ta shë kira dhe Ramazan me agjerim, këtë që duhet. Edhe ma të kujdeshme. Me jo vëru krejt. Në tjetër, na gazetarët e kemi pak gjithashtu prirjen me qenë insistus,
Unë du me insistu pak të kjo parashia e fundit e Vjosa Osmanit, ishte edhe në burdin e Paqës, kemi po një afërsi coj edhe me Edi Ramen, a ka mund tjetë një farë mënyre për qujtë kushtimisht shkelqimi i zënjës Osmanin këtë politike në jashme dhe afërsia me Ramen, diçka që Kurtit mund të këtë në gjallë mos besim që t'ja vazhdoj mandatën edhe për 5 vite. Mos më thoni që kjo është pyetje për t'ja adresu Kurtit, se ata s'po flasin për kur gjë. Kështu që mirë që po mund të flasim bashkë. Ajo që Vjosa e ka, është në natyrën e vetë. Po, në bas kompetenca është kjo. Po, jo, e ka për natyrës, për te kësaj, e shtyn agendën e vetë, e shtyn potencialet që i ka për para i shfrytëzon, i maksimalizon. Tani, nëse që thash, kjo në këtë zyre ka hy si kandidate, ka dalë, ka hy në listë, u zgjedhë, edhe ka ditë, ka qenë marrëveshje para zgjedhore. Ka hy në argarë. LDK-ja o sjell, nuk është frigu, o sjell me vlerësim të drejt politik në atë kohë, edhe ka qenë vendim i guxim shumë, edhe nuk ka qenë guxim i natëshor. Edhe ka votu. 3 kolekte tonë ne ka nda votën, ne ka në regull, ju i ndani votat, se besoni kështu, 12 tjerë e kanë votu, ose 15 tjerë sa e më bon, e kanë votu, po 3 vete e kanë nda votën. Edhe është përbalu, këtë situatë ne kemë kërku vesh një qashtje. Vetëm me respektu kushtetutën edhe me rujt fryme kushtetutës të Republikës Kosovës. Tani, para mandatit tjetër, këtë kanë më valorizu. Këtë ka valorizu. Zoti Kurti, po shijet që marrëveshje para zgjedhore me Vjosën nuk ka bo. S'u ka dasht, po nuk u konë herët. Na këna mojtë me zgjedhë presidentin dhjetor, një janar. Me afata kushtetutës këna mojtë me zgjedhën... Po, edhe ma herët. Edhe ma herët, edhe para zgjedhëve këna mojtë me zgjedhë. Me pas dasht. Marrëveshje para zgjedhore guxon nuk ka bo për Vjosën. Jo, veç ka pas të shëdheme që ja kanë kërku Kurtit që ta propozoj. Para zgjedhore. Ka pas, po thëmë, spekulime, sepse s'ka pas marrëveshje. Asnjëherë s'u bën men. Asnjëherë. U bo marrëveshje për Mitrovic, u bo marrëveshje për qeveri, u bo marrëveshje për vete, u bo sigurisht edhe në politikën e jashtme marrëveshje, për emlime edhe ndaret e pushteteve që i kanë, po për Vjosën nuk u bo marrëveshje. Ata dorë me dalë me kallëzu pse se kanë bo. Tash me dalë dikush në vetën e parë me falë, unë e menoj, edhe unë e thëmë, ose në vetën e tretë, disa ne menojmë pëse ai duhet, ai është vetëm me kamuflu ato që po shihet që nuk është kandidat i tyre. A mund të përfundojmë në një... Sepse dash më ndërtu procesi. Tani mund është me thonë procesi ndërtohet që të rrët në shkrimim mlidhen. Po, kur të kërë marrëveshje mlidhen. Kur të kërë marrëveshje mlidhen, të rrët në shkrimim mlidhen për 1 orë, 2 orë, ose për 1 ditë, nuk ka problem. Se 5 ditë për para, dhe me fol me legenda, zona maleve bombinesh për 5 ditë. Po, deri atëherë, neve na vynë një marrëveshje politike. Kur e përmende legendën e zonave të maleve, më kujtua dhe një kandidaturë e fundit, që s'o kandidaturë realisht, po ma shumë propozem apo dëshirë. Jo, nuk është Arsim Bajrami realisht, po nisma Socialdemokrate propozej emrin e Fatmir Limajt. Që shkomentan? Me thonë drejten, sot për dëgjoj. Te ju për dëgjoj. Pak ma heret. Te ju për dëgjoj, nuk e kam për cilë. Në këto situata, kandidimet nuk nimojnë kur gjo. Se është jenë një ditë ku janë të largu emnat për tavolines. S'kam pas nevoj me qitë Fatmirin për me largu për tavolines. Mendoj që kredibiliteti, emni ti, kontributi ti, përputhet me një mundësi kur i ibet me dalë për një me. Se dhe emnin të me kanë laku, e kanë për menu, jam inderum, kur njerëzit kërkojnë, flasin, thojnë, shtesin, presin, ty të bojnë derushëm. Po në ju them kështu. A e kështë pranu? Po flasim konkretisht. Si pjesë e marrëveshjes po flasë. Jo si dëshirë që mund të ashtorë të kështë si Vesel Krasniqi. Nder është, bënder, ka njerë, vetëm kandidimit bënder. Po në gjithmonë e thëmë njerëzve, do të më synu të mundshmen, ja të dëshirushmen, ku s'ka të qef. Nuk ka këta punë qefi, do të më konë, unë jam pe aty grupit politik që më dheqen idealet me të drejten. Te njerëzit që dojnë me bo karierë, kjo është mundësi që i qujmë na oportunista.
Po problemi është që njeri i kryesor, ndoshta kryesori që po odheshket marrëveshje kryetari i partisë parë, që pak le mundësi oportunistat jashtë partisë vetë me përfitu diçka. Nuk i lën. Por ne besojmë që ai e ka tërheq mundësinë që vetëvendosja me kandidu emën këtë fazë. Të paktën kështu kalon më kuptua dhe Glauko Njufca, ndonë se u përmend Shkara Zi që mund tjetë edhe ai emër, po ai vetë tha që nuk do t'ja imponojnë opozitës një figurë prej vetëvendosjes. Kjo është parimore dhe kjo është ajo që ne kemi vlerësu. Po, e kemi vlerësu. Po, a mund të përfundoj me një situatë kur vetëvendosja propozon një emër dhe opozita zbashku e propozon një emër tjetër, pro të kemi një garë mes dy kandidatëve, pro mos arrihet marrëveshja për president konsensual, po të kemi një garë mes dy kandidatëve, se opozita megjithatë i ka 42 vota, po flas 3 partit kryesore, pa minoritetet që në mas madhe duken që janë ka vetëvendosja, po si të qoftë votimi është i fshat, edhe nuk do t'i dije një garë të tillë. A ekziston si mundësi një kandidat i përbashkët i opozitës që mund mos jetë i asnjëres prej partive? Pak e mundshëm. I na vendi politizuar shumë. Jo për vreni tash kandidaturën siç e thatë ju të Fatmir Limës për nismës, inicimi i kandidaturës për AK-s para Musharedinaj më herët. Po. I cili Ledokeja e ruhet, Ledokeja nuk nxjerr emra kur nuk është koha edhe kur nuk i kërkohet. Sepse ne punojmë me ndërtu një herë proces, në atë proces është kryetari i LDK-s përfaqësuesi më i lartë. E mandej, nëse vije në shprehje nevoja me diskutu, na kthehemi në parti, edhe diskutojmë në organet tona kush, çka edhe në situatë. Sikur që ka ndodhur nominimi i Vjosa Osmanit për kryeministër, ju kujtohet. Deri në moment fundit kam qenë unë kandidati potencial, edhe na jam tjetër, por në fund është përmend, i na hyn në zyre, kena bërë marrëveshje dhe kemi nominuar Vjosën si kandidate për çat fazë kandidaturës më e mirë LDK-s e mundshme me fitu ato zgjedhje. Që na kemi një varë situate që e krijojmë... Edhe emri ju i ka qenë i përfollur. Nga thonë tjetë, po, nga thonë tjetë ke i gabu, nuk me në që kom gabu, unë kom bo proces politik cilin kom besu. Ka ndërtu proces politik cilin kom besu. Kush ka qenë emri tjetër? Nuk ka pas tjetër, me thonë drejtë nuk ka pas. Ma bon, asaj se mi dalë Abdullah Hoxha po kryeministër, që është normale mbrana partive politike. Po që Vjosa është ku kryetare ku vendit, është pjesë e marrëveshjes. Mandej në ala neve krejtë shkoj hynin listë vetëvendosës dhe kjo është rruga politike. Do është ta me përshkru se si LDK-ja menaxhon proceset politike. E em në qënë të fundit që dojnë me dalë. Edhe të pas parasysh që të është java me largu em në fitavolinave. Kush përmenet, deri nesër... Nuk në ka me që edhe shumë kohë edhe 5 ditë, edhe duke pas këtë afat kogjet limituar edhe tapërt, a sheni ma shumë mundësi për president të ri, apo edhe të vjetër, në kuptimin që mund t'i vazhdojt mandati kësaj aktuales, apo mundësi për zgjedhje të reja? Ma shumë mundësi për marrëveshje, që evitojnë zgjedhjet. Ka mundësi akoma? Në besoj po. Ka një takim që është paralajmëruar sot mes Abdigjikut? Nuk paralajmërimi nuk ka, po është lënë hapën mundësia takimeve në mes liderëve politik. Pro s'keni informacion që sot do të ketë një takim? Jo. Por unë besoj, qka i bjen kjo, pëse do të me pas parti politike, nëse do të gjykata kushtetuese edhe zgjedhet me të zgjedh problemet në Kosovë, problemet politike. 15 muaj me kreta vendime në Kosovë, deri tash i ka cilë gjykata kushtetuese. Edhe 2 herë ndalë njerëz me votu. Lekar i kalon konfuze, gjë që na sjell ke edhe ma shumë problem. Po që kjo që u lënë konfuze në rast, gjykata kushtetuese, ka dëshmu që zgjedhjet e 9 shkurtit, 2025, nuk ju në implementu në Kosovë veç. Të vonë, i na hy, këna moj zgjedhje, edhe këna përfundu, këna hy në cikl 3 zgjedhjeve, këna dështu me zbatu vullnetin qytetar. Ke që na met për ati procesi ka Dimal Basha, kryetari kuvendit. Jo, nuk quhet. Saksesht, po ai formalisht e mor detyrën. E ka mirë mbajt, por me hy tash me këshyr, më bot dogmat juridik, atjerë gjykatës kushtetuese me çu London me interpretu, del që nuk është konstitu kuvendi fare,
Edhe nuk ka pas kryetar heq. Po, juridikisht... I bjen që s'ka pas kryetar heq. Po, sepse kishte nënkryetari i... Nënkryetari doli. Kjo keq shtohat kej tjetër. Po tash nuk do doja me hy prap në cikël gjëdor, edhe pse opcioni i zgjedhjeve është bo real prej dje tutje është me të shqetësu pak. Po, e kuptoj edhe pak me thonë drejten, jo veç partit, po edhe media dhe kritjen lodhë me zgjedhje, po është e kashme LDK-ja me i hy këti procesi, e thatë si përfacisht që po më herët, por me gjithatë LDK-ja i ka post, s'po them të lashe, po disa kundërshtin nga brenda. Kishim zonin Hykmeti Bajrami, Abdullah Hoti, që i shprehen disa pak nasime, mos dorëheqjen e Abdigjikut, nëse ajo ofroi, dhe është po ndihem vlerëshme me atë mendimin tim, ajo vuri emrin e vet për të shkarku dhe ju vendose ndryshe. U kalu ai proces. U kalu, nuk kanë qenë ditë mira për LDK-n prej 28 dhjetorit me thonë drejten, sepse Lumiri e morë përgjithësinë dhe ofroi dorëheqjen. Po, nuk e di, a ka mujtë me bo diçka tjetër? Dorëheqja shkoi në votbesem dhe kuvendi i LDK-s e ka dhënë fjalën e vet, si të mbyllet, na në LDK e kemi rregull, kur mbyllet procesi, do të më mojt fjalën. U mbyll procesi. Kena miratu një deklarat për orientimet politike, që është paralajmërim për angazhime të reja, po deri me 4 mars jemi të fokusuar në zgjedhje. Në zgjedhjet për president, jo në zgjedhje tjera, për president. Do mi dhonë rolit ton vetëm energji pozitive, institucionin me bo funksional. Po për te kësaj do të më morën me LDK-n edhe me angazhime tona. Tani zgjedhjet në politikë nuk kemi çka themi tjetër, pos që çdo kohë do të më konë të përgatitën. Unë e thash marrët, nuk është e drejtë ndaj qytetarëve të Kosovës, ata kanë dhënë vullnet qytetarë, dhe kanë votu. Me 28 dhjetor kanë votu, pse do të me quë edhe për Pashk me votu. Për Krishtlindje dhe për Pashk, se i bjen java Pashkve. Po. Me qenë në qëtë kalendar. Ja një mundësin qeverisë mi dalë dhe shtesa, në qëtë ku se i lyp festat pak... Nuk do dua me pashtu, edhe nuk do dua me valorizu, sepse po bëhet, si shtash kryetarja e kuvendit, vitin e ka lumë pas votu Albolena Agjiu, kryetare, nuk është vësë i vjeteq. Asaj për kushton 8 milion euro Kosovës vendi i kryetarës kuvendit. Pozite asaj, shumë e lakë mushme. Edhe për president bot plus 8 bon 16 milion. Ne nuk mundëmi për emna përveç shumë me ndërtu procese, po procese do të me ndërtu për Republikë edhe do të me përbalu këtë situatë me bashkëpunim. Bashkëpunimi është... Bashkëpunimi, kompromisi, pragmatizmi janë vlera të politikës evropiane, janë vlera edhe të familjeve tona, të popullit tonë. Orientimi janë është anej, me mendu dryshe, me folë ndryshe, por në fund kur të vendoset me majtë fjallën, me bo kompromise, me dhonë për i vetit, s'ka veç me morë, në lindje zgjedhët dikush rënë 40 vjetë. Po, dhe s'ka nevoj më votu ati. Zvotohen, ma ne përmendim ndryshe të qojnë burg, të daktisin familjen, të vrasin, të vjerrin, edhe të bëjmë probleme tjera, po kjo është aja që do të du esensin e bashkëpunimit me bo vlerë. Do të me mbil të gjeneratat e reja, jo ndarjen, fyrjen, linqimin, protagonizmin. Pa dash kështu me ullqun komplimente, mendoj që LDK në ka karakterizu kjo gjë, edhe paka shumë u pa dhe të rezultati për Abdigjikun, ishte shumë ingusht, dhe nëse pat interpretime ndryshme nga jashtë, se keni po ju rezultatin për dorëheqjen e tij që ishte dallim mbase 30 vota nëse i mbaj mend pro ose kundër. Po është një standard i ri në LDK votbesimi, se deri tash te ne dorëheqjet janë çuj dorëheqje është largu prej postit. Po nuk ka pas nevojë të votohet. Po votbesimi që ishte kërkesa e Lumir Abdigjikut edhe ne jemi shtetëm për këtë proces, kaloj në mënyrë më të mirë. Mas një debati, ushtjerë debati. Debati gjatë. Debati gjatë, debati nevojshëm, edhe në fund njerës kanë votu shlirë. Kjo është votë. Unë jam e kundërta e kësaj, me thonë drejten. Unë e vlerësoj demokracinë parlamentare, shumë e du edhe përfacimin çfarë kemi na në këtë republikën tonë, por LDK-ja do të me kalu këtë fazë
përmes një manifesti politik, përmes një marrëveshje politike, që është manifest i madh politik, ku burra agra urën mbledhen edhe adaptojnë një agjendë, një rrugë edhe një model pune për të ardhmen. S'paku për 10 vjetarshme. Sepse ne në një periudhë post-independente edhe post-rrugoviste kemi bo kompromiset dëmshme si parti politike, kemi ofru bashkëpunim për Republikë shumë me të gjithë, edhe për të gjithë, edhe neve nuk ne kanë mirë kuptu. Besa dhe jo kanë këshpërdor në do momente? Disa partnerë në kanë këshpërdor, në kanë konsumu, disa mrena neve në kanë konsumu, po ashtu e kanë hargju për interesa politike, por ardhë koha që do të me pravlu. Po kësa here, me që vetë ish kërkesa, insistimi edhe aktin e ka shkaktu, procesin e ka shkaktu vetë Lumira Blixhiku. Ne e kemi mbyllë, për neve është që është e mbyllën, ta është hapi tjetër është. Zgjeda presidentit edhe hapi tjetër është kemi marrë me LDK-n, në mënyrën edhe në formën që kemi përcaktu në kuvend. Që bje mu marrë me LDK-n? E keni ameritu një deklarat e cila ka me hy në një reform bjagi strukturore, nuk është thonë ideologjike programore, jo, po një reform strukturore në model këtë tjetër, e cili do të më diskutu, format edhe metod, edhe do një mekanizm i madh i mbranë që mu aktivizu në mënyrë që me përbalu. Sepse këto reformat vetëm, si që thashtu, me marrëveshje, me manifesto politike përbalohën. Saktisht. Nuk munden forma tjera me përbalu. është një pik, le themi, e fundit që e kemi prek për me shkaktu ngritjen ka këthimi aty ku e kemi vendin. Nuk ka me qenë e letë, po e kemi prek pikën e fundit. Se thëmë s'ka me qenë e letë? Qas një herë nuk është kur prek pikë, se neve në ka ndodhë kjo ngritja, që s'ka qenë shumë konsistente. 15 vite. Dëmoni në ardhë dhe të pika ma e lartë e ngritjes, dallimin tash 2019, për me dollë partija e parë, e këna pas me 0,63%. Po, keni qenë shumë afërve të vendusës. 6 muaj mbrapa, 1 vjet mbrapa i vjen. Keni pas pikën më të ullët? Pikën më të ullët e këna mëri. Unë ngretë prapë? Prapë i nga shku prapë. është kjo aja që nga ka përshkru, po tash e këna prekit pikën e fundit që do të me bo këthimin për lartë. Një pyetje të fundit, e cila ambase nuk lidhe shumë me zhvillimet politike, po lidhet me një moment nga kuvendi i Kosovës që ka të bëj me Hagën. Një deklarat për krerët e UÇK-s, e cila nuk e morin mbështetjen e LDK-s për arsyet një pike që insistua ta fotnit aty, u komentu shumë. Pse erdhe deri në këtë pikën, pse ishte pamundur të votuoj deklarata për krerët e UÇK-s? Kja bërë një anën pozitive. Po, bëhem i sinqert, e kam po një deklarim të zotit Abdigjiku, sekretari i partisë, kam po deklarimin edhe për UÇK-n, cilin e pat që kuptim plot, po më intereson si deputet, pse nuk arritet dakordem për ta votu një deklarat që u votu një zëri për partive tjera, madje u votu edhe në kuvendin e Shqipërisë në nëse tjetër deklarat, po me motiv të ngjashëm. Po edhe është hartu prej ekspertëve të jashtëm. Edhe është hartu prej jashtë kuvendit, ka ardhen prej 300 e so. Si pas për të kësë, disa, po s'poko ata kanë mërë autorësin që kanë në shkruar në besoj që disa për tërë me i njaf janë autoritetet jashtëzakonisht mira. Për shembull, ish avokati popullit Ilmia, është njëri për njerëzve që i jep kredibilitet. Dhe shumë e më në atjerë, mës të i lekoj tash, që ka dhënë kredibilitet autorësis, në cilën në besoj. Se kur mirësh me drejta bazike, në cilën e ka ajo, t'ja besem. Po me në pozitive, LDK nuk e ka votu kundër. Kjo është e mira e parë. E dyta, ne propozum një paragraf me u përfshi, me u nënkuptu ke puna drejtësisë Kosovë për të gjithë, pa politikë, edhe nuk pat kohë është edhe nuk pat hapësirë edhe mirë kuptim mu përballu shpejt. Po pëse që bo një deklarat... Na kemi këtë situatë. Një rezolut tjetër për këtë paragraf. Na kemi këtë situatë. Kërkesa jonë edhe imja ka që njëra për tërnëve vazhdushme drejtësi pa politikë që 25 vjetë. Po, e një lutë. I kemi lutë mos është në historinë mrena, në shumë një libra të rajshme.
Për kë keni fjalën këtu? Për shumë prej tënve, më shkruani libra, moni. A keni emër konkret? Mos bëni deklarata, më shkruani libra, mos bëni situata të tilla se nuk ka ndodhur kështu, apo shefni që po valorizohem 25 vjet, zotën edhe historia ka thonë, nas 30 vjetëve duhet me fol. Për edhe 5 vjet, po vina në fatin historik, ku vërteta ka mu zbardh. Po del qash që UÇK-n, kërëngritën e armatosën në Kosovë, e ka shkaktu Adem Jashari me familjen e vetë. Në këtë parim, po legjitimohet historia dhe drejta edhe mrena dhe jashtë Kosovës. Që ty, me që të po mbromi në atash. Po mbromi. Sepse e drejta me mbrojt jetën, me mbrojt familjen, bashkësinë tonë familjare, me mbrojt pronën, është e shajnë këtë botën dhe këtë botë ata pranën. Dhe kjo ka shkaktu solidaritet botënor. Tani, organizimi i luftës, 80-ën, 75-ën, 65-ën, 89-ën, të nishën, këtë kanë kontribu pak për një aspirat kërë ngritës armatosën. Edhe si të ka një farolit vetë, po kërkush as emen, as od, as banes, as shpi, as livad, as mal, për UÇK s'ka bo. E këna bo na krejt, këtë popull e ka bo. Këtë popull e ka qenë përfshirë në një formë. Edhe ku ka ndodh, atributin, mi alon që ku ka ndodh. Edhe kush ka morë pjesë përgatitit dijet. Për 10 vjetë dijet kush ka përgatit luft. Para 90-ës dijet kush ka përgatit luft. Po me gjithatë sot për sot... Po të na ndodhi kjo. Tash, unë e uroj, dhomat e specializume me zbardh. A beson në papajsi? Në papajsin e tyre, edhe a beson që dhomat e specializuara do ta rezultojnë këtë proces me papajsin e tyre? Na ka shqetësu zhvillimet rreth prokurorisë shumë. Po të se pat një kërkesë për 25 vite dhe nem. Dhe gjo, dhomat e specializume përfaqësojnë shtetin e Kosovës. Po, aj që i pagun argat, ata punojnë Artina. Po. Të të popullë jona, po. Na, nuk jemi të pagu gjukatës, Komisioni Evropian i pagun gjukatës. Sakt. 300 milion euro neve na kushtojnë. Edhe aty i japin atënve, atojnë për dhomat e specializume të Kosovës. Kjo është e para. E dyta, nuk do të mu frigu nëse ndërtojnë pak besim në gjukat, të gjukatësit. Por, me tonë drejtën para se me ndodhë, themelimi dhomat specializume vetëm i besim i politikanëve të Kosovës ka qenë në prokurorin e dhomat specializume. Sepse aty kemi rol Amerikan. është thonë që prokurorin e financon, e menagjon, e administron qeveria Amerikanë, shtëpia e bardhë. Neve na dole këto problemi. Këtu na dole problemi që prokuroria pe bon punën e vetë, mënyrën e vetë, se se e ka bo, ta është tek mos hopni besimin të gjukata. Që ka thonë prokuroria kështu, ke gjukatës edhe ke shtete kredibile atë, që kanë që gjukatës të tyre, që janë me provoj, edhe që dohet me prit, me pas besim, me rujtat besim. Ta është rezoluta i jep oksigen, protesta i jep oksigen nëse bote e mirë. Që ishte e mirë, duhet. Që ishte e mirë kjo, ato tjerat ku morën në pjesë, me thonë protesta, mirë që ju mbo. Për cilat keni fjallin? Shkop e Shkodër që këna bërë. A ke qenë Shkop, dhe me thonë? Shkop kam qenë Tiranë. Mirë që i bonë, se ka dalë pa me a mirë, fotografia e mirë, po mos harroni aty ka, po menojnë që dhomat e specializume nuk shkojnë njerëz me mundësinë për protestë? Po, natyresht. Prokuroria? Po ta qojnë, shofin, dëgjojnë, një... Ata dhe rojen e burgut aty e kam bo. Burgut ka dhe që ka qenë prokurori i kamuflum, ma ndë e kanë... Aja që du me thonë është, kolekte me kanë lypë drejtësi për babën e vetë, për agjën e vetë, unë e lypi për shokët e me. Bashkë veprimtar, unë më kanë ma i ri, me mu shumë ma i ri, po më ka ra hise me punu, nësë që pëzonë ka qenë i përshim struktura ushtaraket LDK-s. Shtetet Kosovës në atë ko. LDK ka qenë pacore, Ibrahim Rogova pacor me bindje, po nuk e ka pengu mekanizmin e shtetit vetë me ndërtu edhe struktura ushtaraket, pregadituna, edhe atributi marveshjes Tiranës për pregaditi ushtaraka ku kanë qenë, burat matë më dhajti i kombi, ditë kush i ka bon si unë organizu, ta është po zbardat, kretë kjo histori. Kështë që fund drejtësi për të gjithë, uroj që pa fajësia me ndodhë, edhe më vendos drejtësi edhe në Kosovë, sepse çdo luft duhet më mbyllë me drejtësi. Na nuk i na konë shtetë, ma herët. Na konceptin e luftës e kemi ndryshe.
Tash, shteti bën luft, na e na mësu me kryengritje, na e na kryengritës, e ndaj nuk i kena zbut gjenet e kryengritësit. Sepse kur flet për luftë shëndetare, na ande menojmë që do të me bëjë luftë guerillire, me vesh uniforma, me dalat e tash e ki ushtrinë, e kemi policinë, e kemi shteti reagon. Shteti e mërndorë. Se që kur po lymi na drejtësi, na po lymi drejtësi për mes sistemit shtetit. Me fillu, më bo drejtësi këto, pa bo me gisht, pa akuzu. Së jam bëja të nëme, kam rezistu për ditës parë, ju edhe në 2001 kom dalë, kom thoni pari, besojmë pavajsin e luftarëve, kur njëre prej komandantëve të parë është nalë, mas luftës, unë kom dalë, kom thonë, besojmë pavajsin e luftës shëndetare. Dhe më kolle dhe kë. A dine që unë kam qenë në bordin për grumbullimin e fondeve për Fatmir Limën. Kur po do këja nuk ka që kandidat. Po do këja nuk ka pas kandidat në bordin për fondin fillimisht. Fillimisht, mbledhjen e parë nuk ka në ardhë. Unë në emër të DK-s e më qenë i delegum Ibrahim Rugovës. Më nga thirë, pa lutë, në të lëst, kërkoj, ti njef, i ki ma gjenerat, ki punu me ta, shumicën e tënve, a mundesh me shku në emën timin, me shku se veni për rëzikon, edhe nuk ka të bëj me një emën përveçëm, ka të bëj me proces. Ka të bëj me proces, na do të me dashë Republikën tonë, do të me i rujtë këta djemë, se jo din, a i luftarëve ju ka thonë djemë, këta djemë të tonë janë. Po. Kështë që a i kanë këta djemë të malit, djemë të tonë, nuk ka pasën averzion. Pa, është e qartë, se kjo përdoret pasaj për propagandë një konsistente këtë politikë shëqyrë që ka dëshmitare ende gjallë. Po. Edhe njerë që i konfirmojnë. Besoj që shkruhet në ata librat e vërtet, ju në këta që bo në thirë më shkruhet në të drejtë. Përfundimisht do të më zbarë kjo është. Zëdi Aziri, unë të falenderoj shumë, edhe më lejoni të shprej vlerësimin tua jo është si përfasus i LDK-s, po i kriskenës politike për këtë gadishmerin që e keni gjithmonë për të sharu në momente kyqe, se këtë kanë qep me full në do momente, po t'i flet në momente të dura, dhe që atër kur shumë të tjerë zitojnë me full. Unë besoj që ja kemi bërgjë, klasa e politika e ka bërgjë në proceset e ronda me i letu, edhe me i spjegu. Kur gjo më së me bo ma shumë, do të me dalë me të regu njerëzve që ka pëndohë. Saksesht. Edhe falimderit edhe juve, edhe uroj arsimi më këthy sa ma shpejt në emision. Edhe unë uroj, besoj shëndosh e mirë. Falimderit shumë. Shiko se ndëruar me kaq e përfundojmë këtë frontal për sot, ne bashkë të që jemi gjatë javës së ardhshme, deri atëherë mirëmbëjtje.